Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin Porta Alpeve në podcastin Flasim si pjesë e paketës së maleve, një nisëm që synon zhvillimin e turizmit malor dhe ekonomisë në veriun e vendit. Projekti parashikon një investim për 100 milion eurosh në bashkëfinancim me Bankën Evropiane të Investimeve dhe do të përfshijë përmirësimin e infrastrukturës rrugore, ujësjelësit, menaxhimin e ujërave të zeza dhe restaurimin e trashëgimisë historike. Sipas Ramës, ndërhyrja është e integruar dhe synon të lidhë më mirë zonat veriore me pjesën tjetër të vendit, duke krijuar akses gjatë gjithë vitit, ndërsa një rëndësi e veçantë i jepet edhe mbrojtjes së mjedisit natyror. Është një projekt për cilin kemi punuar për një kohë gjatë, që synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën dhe me pjesën tjetër të vendit padyshim, duke krijuar aksese të lehta dhe të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Përfshihet përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit, përfshihen investime në ujësjellës dhe menaxhim të ujëve të zeza, si dhe ndërhyrje në zhvillimin urban dhe restaurimin e asaj trashëgimie të vyrë historike që ka edhe në zonën e veriut, në ndërkohë që patjetër nuk mund të ishte jashtë projektit edhe kujdesi për të siguruar, për të garantuar gjithë ato pjesë të mrekullueshme natyrës që duhet mbeten të paprekshme. Kreu i qeverisë theksoi se Porta Alpeve pritet të gjenerojë zhvillim ekonomik dhe të japë një shtysë të re për turizmin në veri, duke u përgjigjur edhe kritikave për mungesë investimesh në këto zona.